Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po takohemi sërish së bashku ditën e sotme për të filluar këtë maraton të komentimeve të ngjarjeve interesante që po ndodhin në jetën e artistëve shqiptar. Ditën e sotme do ta nisim me një ngjarje të ndjeshme. Nuk doja ta komentoj me njëherë, doja ta kuptoj krejtësisht se çfarë ndodh dhe çfarë po bëhet, doja të zbuloj detaje, doja të zbuloj momente, ashtu siç ne në fakt arritëm të kuptojmë shumë gjëra të bukura dhe të sillim pranë jush një moment shumë interesant. Egli Tako, personazhja që në fakt po komentohet shumë për lëvizjet e saj, për jetën e saj, për pikpyetjet që ka në marrëdhënien me Gjestin, një njohje që ndodhi brenda formatit të Big Brotherit, ditën e djeshme ka qenë në shënjestër që në momentin kur postoi një fotografi e cila na la të kuptojmë që Egli po bëhej gati ose për të shkuar në një dasëm, ose po dukej thjesht me një look apo me një pamje të një nuses. Ajo postoi 2 fotografi nga një makinë të cilën Egli e ka përdorur shumë kohën e fundit, në qoftë se do të shohim tavanin e makinës, do e shohim dritaren lart, do me thënë është e njëjta makinë, bëhet fjalë dhe Egli kur është në Kosovë vozditet me këtë BMW-n të shumë përfolur që thuhet se është BMW-ja e Gjestit. Dita e djeshme ka qenë e jashtëzakonshme për një ndër emrat më të përfolur të momentit, Egli Tako. Pas daljes triumfuese nga formati më i ndjekur televiziv në Shqipëri dhe Kosovë, Big Brother VIP Albania, Egli nuk ka humbur asnjë sekond për të konsoliduar imazhin e saj publik dhe për të forcuar pozicionin si një ndër femrat më të suksesshme dhe më me ndikim në showbizin shqiptar. Mirë, po ajo që ndodhi dje i kaloi të gjitha pritshmëritë e publikut. Rreth orëve të pasdites, Egli postoi në profilin e saj zyrtar në Instagram një set fotosh ku shfaqej tepër e bukur me një look të ngjajshëm me veshjet tradicionale, ku më pas e pa me Eglin të shfaqet edhe me veshjet tradicionale shqiptare, si një nuse autentike kosovare, të cilat me njëherë e dhozën rjetin. Ndjekësit nuk e kursyen entuziazmin e tyre, komentet dhe shpërndarjet ishin të shumta, ndërsa rjetet si TikTok, Facebook dhe Instagram u mbushën me pamjet e Eglit e cila dukej thjesht mahnitëse me një kombinim të rrallë elegance, hieshie edhe tradite. Egli Tako ditën e djeshme ka postuar, jo Egli, po fansat e Eglit kanë postuar këto fotot e bukura që ju po i shikoni, ku Egli duket tepër e mrekullueshme, i shkon shumë veshja popullore e Kosovës, kaftane, i quajnë këto apo dallame, siç e thot Kosova, është një veshje fantastike dhe Egli duke që shëndrit në këtë veshje të mrekullueshme, ku pozon edhe ku e luan rolin e nuses në një restorant të mrekullueshëm në qytetin e Pejës. Filmimi, xhirimet, fotografit të kësaj reklame kaq të bukur, Egli ka bërë një reklam, janë bërë në zonën e Pejës. Pamja e saj e kompletuar me dallama, jelek të punuar me fije ari, mbules koke, të bardhe qëndisur dhe buzëqeshje që e bënte çdo foto të duket si e shkëputur nga një kartolinë shqiptare, la shumë kënd pa fjalë. Po me njëherë pas postimeve fillestare, hipotezat në rrjet filluan të shpërthejnë. A është ky një projekt i ri muzikor? Mos vall, Egli është duke xhiruar një klip të radhës me tematik tradicionale, a ka lidhje kjo me ndonjë bashkëpunim të saj në tregun kosovar? Në fakt nuk është kjo, sepse e vërteta e gjithë kësaj është që Egli thjesht ka bërë një reklam, ku në këtë reklamën Egli po reklamon veshjet tradicionale popullore, nuk e ka bërë vetëm Egli, e kanë bërë edhe protagoniste
të tjera të Big Brotherit, të cilat kanë qenë më herët, për shembull ka patur dhe Xheneta Fetau një mix të tillë të reklamave që ka bërë, domethënë është thjesht një reklam që Egli e bën për një kompani. E vërteta me gjitha të rezultoi ndryshe. Sipas burimeve jo zyrtare por të besueshme, Egli ishte ftuar nga një kompani kosovare shumë e njohur për dizajnin dhe promovimin e veshjeve tradicionale shqiptare, për të qenë fytyra kryesore e një fushë të re marketingu, që synon në ringjalljen e vlerave kulturore përmes protetizimit të figurës së nuses shqiptare në shekullin ku jetojmë. Dhe duhet të pranojmë, Egli ishte zgjedhja perfekte për këtë rol. Projekti u zhvillua në një nga restorantet më të bukura në qytetin e Pejës, i rrethuar me natyrë, arkitekturë autentike dhe një ambient që të kthen në kohë më pas. Videoja dhe fotosesioni përfshinte momente ku Egli shfaqej teksa ecste me hije shi, mes kopshteve me gur, ulur në zonat bukura, duke ecur në ritmet e muzikës popullore dhe me një sekuencë edhe duke hedhur valle me veshjen dhe kostum tradicional të trevës të Kosovës. Deri këtu çdo gjë duke i thjesht një projekt artistik dhe kulturor. Por çfarë ndodhi më pas? I shtoi më shumë erë misteri gjithë këtij udhëtimi, ku disa ndjekës të vëmendshëm kishin parë videot dhe fotot nga lokacioni dhe vunë re diçka shumë interesante. Ambienti ku po zhvilloi projekti ishte vetëm 5 minuta larg nga shtëpia e Gjestit në lagjen Pavlan të Pejës. Po, 5 minuta. Do me thënë, restoranti Grand Garden Antika, që ndodhet në Pejë, tash i banorët që jetojnë në Pejë e dinë se për cilin restorant flasim, është restorant dasmash, është restorant evenimentesh, ishte një ambient shumë i bukur. Lokacioni që ju po shikoni, nga restoranti te shtëpia e Gjestit, do me thënë nëpërmjet mapës, ishte vetëm 5 minuta larg. Për Eglin ka qenë një moment shumë i bukur, se ka qenë shumë afër vjerit, vjerës, shumë afër familjes së Gjestit, edhe unë uroj me zemër që t'i ketë takuar. Kjo informat bëri që rrjetet sociale të shpërthenin sërish me pyetje dhe dyshime. A ishte kjo një rastësi? A ka pasur një takim të fshehtë mes Eglit dhe nënës së Gjestit, apo ndoshta edhe vetë Gjestit? A mos vallë ky projekt ishte një arsyetim për të qenë më afër familjes së të dashurit të saj, më duhet ta them kështu, derisa asgjë nuk kemi publike. E dim që Gjesti dhe Egli, dy figurat më të dashura të publikut nga edicioni i fundit i Big Brother VIP Albania, janë përfolur prej kohësh për një raport të veçantë, që mund të ketë kaluar për te miqësisë televizive. Ata nuk janë parë më bashkë në publik, që nga dalja nga ky format, nuk kanë postuar ndonjë foto të përbashkët dhe as nuk kanë bërë deklarata të qarta për statusin e tyre, por veprimet, vendodhjet dhe mesazhet indirekte në rrjetet sociale kanë bërë që fansat të jenë të bindur se mes tyre ekziston diçka shumë e madhe. Ky udhtim i papritur i Eglit në Pejë, pikërisht në zemër të lagjes ku ndodhet shtëpia e Gjestit, ka rindezur të gjitha spekulimet. A ka qenë Egli vetëm për projektin artistik, apo ka përfituar nga rasti për të zhvilluar një takim privat me vjerën e saj të mundshme? Në një nga videot e shpërndara në TikTok nuk ka ndonjë personazh që i ngjason familjes së Gjestit, paktën në këtë që e shikoni, por pavarësisht nëse ka pasur takim apo jo, një gjë është e sigurt. Egli Tako është duke shkëlqyer dhe çdo hap që ajo bën i planifikuar apo jo, kthehet në një lajm që bën xhiron e rrjetit. Ajo nuk është më vetëm një ish-banore në një reality show, por një figurë publike e kompletuar që përfaqëson me dinjitet edhe stilin e një gruas shqiptare, të bukur, të zgjuar, me identitet të fortë dhe me një rrugtim që ja vlen të ndiqet. Nëse kjo vizitë e fundit në Pejë do të shërbejë si hap për një afrim më të madh mes dy familjeve,
Nëse Egli do t'jetë nusja ardhshme nga Pavlani, apo nëse gjithçka ishte thjesht një projekt i mrekullueshëm artistik, mbetet për t'u parë në ditët në vijim. Por derisa të marrim përgjigje përfundimtare, ne s'mund të bëjmë tjetër veç se të admirojmë hijeshin dhe zgjuarsinë me të cilën Egli Tako po ndërton karrierën e saj, me një harmoni të rrallë mes modernes edhe tradicionales, realitetit dhe misterit, suksesit edhe përulësisë. Në fakt, ky ishte lajmi që ne kemi përgatitur për Eglin. Shpresojmë që Egli të ketë vizituar edhe familjen e Gjestit, sepse vetëm 5 minuta larg i ka ndarë nga vendngjarja.